Kombëtarja shqiptare do të ketë dy ndeshje shumë të rëndësishme në muajin mars, ku për herë të parë do të tentojë Kupën e Botës. Situata në kampin Kuqezi duket se po qetësohet pasi lojtarët janë në formë dhe duket se është lënë pas momenti i keq i tyre, ku shumë lojtarë ishin pa minuta pas skuadra apo edhe të dëmtuar. Nga javë në javë duket se Shqipëria është më gati për sfidat e muajit mars që mund të çojnë skuadrën në një moment historik. Në fund të muajit mars, Kuqezin do të përballen me Poloninë në kuadër të gjysmëfinaleve të play-offit. Një fitore në këtë ndeshje do të hapte rrugën për një duel të mundshëm në finale ndaj fituesit të çiftit Ukrainë-Suedi. Ky mund të jetë shansi i fundit i Shqipërisë për të realizuar një objektiv të madh dhe për të shkruar një faqe të re në historinë e futbollit shqiptar. Rikthimi i mbrojtjes. Për të arritur këtë sukses, kombëtaria shqiptare ka mundësinë të mbështetet te rikthimi i disa prej lojtarëve më të rëndësishëm që kishin munguar në muajt e kaluar. Ky rikthim ka qenë një faktor kyç në përmirësimin e situatës, duke ofruar më shumë mundësi dhe një ndihmë të madhe për trajnerin Silvinho. Një nga lajmet më pozitive është rekuperimi i Ardian Ismailit, mbrojtësit të Torinos, i cili ka kaluar një periudhë të vështirë me dëmtime të shpeshta, por që tashmë është në fazën e rekuperimit dhe pritet të jetë gati për ndeshjet e marsit. Ismaili, i cili mungoi për disa ndeshje që nga janari, u rikthye këtë fundjavë duke luajtur 50 minuta me Torinon dhe gjendja e tij duket e mirë, duke sjellë qetësi për repartin e mbrojtjes. Po ashtu, Berat Gjimshiti, kapiteni kombëtares, ka pasur disa shqetësime për shkak të dëmtimeve të shpeshta, por tani duket se ka rekuperuar energji dhe është gati në sfidat e marsit, megjithse ka edhe disa javë. Gjimshiti është një nga liderët e skuadrës dhe rikthimi i tij në formë është një lajm tjetër pozitiv për tifozët e Shqipërisë dhe stafin teknik. Një tjetër rikthim shumë i rëndësishëm është ai i Mario Mitajt, mbrojtësit e Al Ittihad, i cili ka kaluar një periudhë të vështirë me skuadrën e tij, por ka dëshmuar formë të mirë në ndeshjet e fundit me skuadrën. Mbrojtësi Kuqezi ishte një nga lojtarët të cilët trajneri Conceição nuk e preferonte në skuadër dhe shpeshherë ishte në tribunë, por së fundmi duket se ka blinduar vendin e tij si titullar. Mesfusha. Shqipëria ka pasur në vitet e fundit lojtar me shumë minuta në mesfushë, megjithatë para pak javësh u duk se situata ishte e vështirë, kjo për shkak të mungesës së minutave dhe situatave jo të mira të lojtarëve. Kristian Aslani, që nuk po gjente dot skuadër, është kthyer në protagonist në skuadrën e Beshiktasit në Turqi dhe ndeshjen e fundit arriti të jepte edhe asist duke marrë vlerësime pozitive nga mediat. Të njëjtin moment po kalon dhe Ramadani, i cili me Lecën arriti të shënonte një javë më parë duke konfirmuar momentin e mirë. Drejt rikthimit në fushë është edhe me Don Berisha, i cili po lë pas dëmtimin e pësuar pak javë më parë. Arbënor Muja ka vazhduar të bindë në Belgjik duke shënuar një gol të rëndësishëm për Sintruiden, ndërkohë që një moment të mirë po kalojnë dhe Julian Shehu në Poloni dhe Qazim Laçi, me këtë të fundit që ishte protagonist në kampionatin turk duke dhënë asist këtë fundjavë me skuadrën e tij. Nedim Bajrami la pas dëmtimin e pësuar muaj më parë dhe u rikthye në fushën e Blert me Rangers, ku këtë javë arriti edhe të jepte asist për të konfirmuar se është një lojtar që po pret momentin e tij. Sulmi. Ndërkohë, një repart tjetër që e ka parë kontingjentin e Shqipërisë të forcohet është edhe sulmi. Myrto Uzuni, i cili është në formë të shkëlqyer me Austin, ka shënuar një gol të rëndësishëm në ndeshjen ndaj Minnesotës që në javën e parë dhe po e tregon vete si një opsion të fortë për sulmin e kombëtares. Po ashtu, Anis Mehmeti është bërë protagonisti i Ipswichit, duke shënuar golin e tij të parë për këtë skuadër, një arritje që e vendos atë si një alternativë të mundshme për sulmin e Shqipërisë në ndeshjet e marsit. Ernest Muçi po kontribuon me gola, asist dhe paraqitje fantastike te Trabzonspori, duke qenë padyshim një nga lojtarët më në formë të Shqipërisë. Rejmanaj vendosi të largohej nga Emiratet Arabe për të firmosur në Turqi te Sivaspori dhe mund të themi se po kalon një formë fantastike. Sulmuesi lushnjar shënoi këtë javë sërish me skuadrën e tij, teksa vetëm pak ditë më parë kishte shënuar 2 gola të tjerë. Skuadra. Me rikthimin e lojtarëve të rëndësishëm dhe formën e mirë të disa prej futbollistëve, kombëtarja është gati për 2 sfida të kyçe të marsit. Shqipëria ka një mundësi të artë për të kaluar në finale dhe për të shkuar në një turne të tillë për herë të parë në histori.